Me që të ndëruar përshëndetje, shpresoj që jeni mirë gjithë. Um, si që dini një gjë që me që tanë musliman vazhdimisht në thonë neve, një gjë që ne vazhdimisht të ndëgjojmë për i tyre, është ideja se Kurani është ruajtur në mënyrë hyjnore, në mënyrë të përsosur nga Allahu. Ata na thonë se që nga koha e Muhamedit, Kurani është ruajtur në mënyrë të përsosur. Asnjë pikë, asnjë presje në Kuran nuk është ndryshuar. Ajo që kemi në Kuran sot është saktësisht ashtu siç i shpall Muhamedit. Edhe muslimanët janë shumë të bindur për këtë gjë. Edhe deri para disa viteve njerëzit thjesht e kanë besuar këtë gjë verbërisht, edhe në fakt as nuk kanë guxuar që të kërkojnë nëse kjo gjë është e vërtetë, as nuk kanë guxuar që edhe nëse kanë parë diçka ndryshe nuk kanë guxuar që ta shpallin një gjë të tillë, ta tregojnë një gjë të tillë. Mirë po, kohëve të fundit me përhapjen e islamit në vendet perëndimore, në vendet ku njerëzit në fakt janë të lejuar që të shprehen lirisht, janë të lejuar që ta kritikojnë një gjë. Këta tashti mbasi burimet e hershme islamike janë përkthyer në gjuhë të ndryshme, njerëzit mund të lexojnë vetë gjërat, njerëzit po i lexojnë vetë gjërat edhe po shifen gjëra që nuk janë parë më parë, po dalin gjëra të reja, fakte të reja që njerëzit nuk i kanë parë më parë, apo nuk kanë guxuar të shpallin gjëra që në fakt janë fshehur qëllimisht nga dietarët muslimanë dhe ata nuk ua kanë treguar këtë gjëra njerëzve thjesht. Kështu që ajo që do të bëj sot në këtë video është dua të lexoj një hadith të vërtet që në fakt na tregon se Kurani nuk është ruajtur në mënyrë të përsosur, Kurani nuk është ruajtur ashtu siç muslimanët besojnë sot. Ky hadith është siç e shihni këtu, është Sahih Muslim, do të thosh një hadith i vërtet që nuk mund të mohohet nga muslimanët. Hadithi me numrin 1691, libri 17, hadithi 4194. Shiqoni çka thot. Thot Abdullah ibn Abbasi raportoi se Umer ibn Hatabi u ul në foltorën e të dërguarit të Allahut, paqja qoftë mbi të, dhe tha: Me të vërtetë Allahu e dërgoi Muhamedit, paqja qoftë mbi të, me të vërtetën, dhe ai i zbriti librin e tij. Dhe ajeti i gurzimit ishte përfshirë në atë që i u zbret atij. Ne i recituam atë, e mbajtëm në kujtesën tonë dhe e kuptuam. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, dha dënimin e gurzimit me vdekje për kur është shkelsin dhe kur është shkelsen e martuar, dhe pas tij ne gjithashtu dham dënimin e gurzimit. Pastaj Omeri thot: kam frikë se me kalimin e kohës njerëzit mund të harrojnë dhe mund të thonë ne nuk e gjejmë dënimin e gurzimit në librin e Allahut, dhe kështu humbasin rrugën duke praktikosur këtë detyrë të përcaktuar nga Allahu. Gurzimi është një detyrë e përcaktuar në librin e Allahut për burrat dhe gratë e martuara që kryejnë kur vërtetohet prova ose nëse ka shtatzani ose një rrëfim. Pra, siç e shihni, këtu kemi Umerin, një person shumë i afërt me Muhamedit, një person që e shoqëroi Muhamedit pothuajse në çdo betejë. Edhe ky person ishte halifi i dytë. Ky person këtu në këtë hadith na dëshmon se ajeti i gurzimit për kur është shkelsit ishte pjesë e shpalljes që i zbriti Muhamedit. Umeri thot se ne e recitonim këtë ajet. Umeri thot se Muhamedi e dha dënimin e gurzimit me vdekje, dhe pastaj ai thot se edhe ne gjithashtu e dham këtë dënim. Mirë po, ai vazhdon të thotë se kam frikë se njerëzit do të harrojnë këtë. Pse? Sepse ky ajet, kjo shpallje nuk gjendet më i shkruar në librin e Allahut. E shihni? Kishte një kohë kur ky ajet u mbajt mend, u shkrua, mirë po erdhi koha kur Umeri ka frikë se njerëzit do të harrojnë këtë ajet sepse nuk gjendet më i shkruar në librin e Allahut. Çka ndodhi me këtë ajet?
Por sipas Omerit, ajeti i gurzimit ju shpall Muhamedit, u recituan nga Muhamedi dhe nga vet Omeri, u dha, u përshkrua si detyrë nga Muhamedi dhe nga vet Omeri dhe ndjekësit e tjerë, u shkrua në librin e Allahut, do të thotë në Kur'an. Mirë po, pak vite më vonë, pas vdekjes së Muhamedit, Omeri thotë, kam frikë se ky ajet do të harrohet, sepse nuk gjendet më i shkruar në librin e Allahut. Ishte i shkruar, nuk është më i shkruar. Edhe sot, nëse shikoni Kur'anin, ky ajet nuk gjendet në Kur'an. I sfidoj muslimanët që të na tregojnë se ku gjendet ajeti i gurzimit sot në Kur'an, në Kur'anin që ju keni sot. Pra, ju lutem mos na thoni më, mjaft më me idenë se Kur'ani është ruajtur ashtu siç i zbriti Muhamedit. Në kohën e Muhamedit ky ajet ekzistonte. Në kohën e Omerit ky ajet filloi të zhduket nga Kur'ani, ajeti i gurzimit. Ky hadith që sapo lexova, siç thash, është hadith i vërtet, është sahi edhe nuk mund të mohohet. Edhe ky hadith na pohon shumë qartë se të paktën një ajet që ekzistonte, që i shpall Muhamedit, nuk mund ta gjeni sot në Kur'an. Mendoni për këtë. Edhe besoj që do të bëjmë edhe video të tjera përderisa gjërat zbulohen lidhur me këtë çështje. Muslimanët e di që janë të gëzuar se Islami po përhapet në Evropë, po përhapet në Amerikë. Mirë po, kjo gjithashtu u jep mundësinë që njerëzit ta shikojnë më thellësisht besimin islam. Edhe kur e shikojnë, kjo është çka gjejnë. Edhe do të vazhdojnë të gjejnë edhe më shumë. Faleminderit edhe Zoti ju bekoft.